Përshëndetje të gjithëve. Fillimisht, meqense është hera e parë që jam para Kuvendit të ri, më lejoni t'ju uroj secilit punë të mbar, veçanërisht deputetëve të rinj. Ju uroj sukses në legislaturën e 11. Së dyti më lejoni të vlerësoj rolin e rëndësishëm të Kuvendit në këtë situatë të vështirë që kaluam dhe po kalojmë prej ngjarjes së fillimit javës së shkuar. Ajo që ndodhi ishte tronditëse për të gjithë. Dhe dëshiroj të falenderoj Kuvendin për aktin solem të nderimit të gjyqtarit me 1 minutë heshtje. Solidariteti njerëzor dhe institucional është etik për të përballur me situata të tilla, ku gjetja e kufive të durë për të ndarë nga njëra anë problemet e sistemit, pakënaqësitë e bazuara dhe të pabazuara për punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe nga ana tjetër reagimet ekstreme me çmim shumë të rëndë, është shumë e vështirë. Me këtë ndjesi dhe këto dilema, kemi përgatitur me kolegët këtë raportim, duke paraqitur këtu jo vetëm shifra, por dhe një panoramë të problemeve të sistemit gjyqësor sot, sipas këndvështrimit të inspektorit lartë drejtësisë, si dhe sfidat që duhet adresojmë ne, organet e sistemit drejtësisë, po dhe të tjerë aktorë institucional dhe publik. Sa i takon raportimin, do ndalim fillim tek rekomandimet e lëna sipas rezolutës së Kuvendit vitin e kaluar, në një sintezë nivelit të zbatimit të tyre dhe për t'ju vënë dieni se janë përmbushur plotësisht të gjitha rekomandimet e lëna. Rekomandimi i parë. Të adresoj nëpërmjet instrumenteve që i jep ligji problematika të ndjeshme për publikun si institucion garantues i sistemit të drejtësisë me qëllim fuqizimin e mëtejshëm të besimit publikut jo vetëm për ILD-n, por për të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë. Në ushtrim kompetencave të veta nëpërmjet inspektimeve dhe verifikimeve të ankesave dhe hetimeve, në planin vjetor të inspektimeve të ILD-s, tematikat e tyre kanë përfshirë problematikat evidentuara nga shqyrtimi i ankesave, vlerësimin e pretendimeve më të shpeshta për shkelje të ndryshme nga ana e magjistratëve, administratës, gjykatave dhe prokurorive, propozimet e ardhura nga institucionet të cilat bëjnë përputhje me parashikimet e 104 të ligjit për organet e qeverisjes, të dhënat e paraqitura nga informacionet periodik i gjykatave, dispozitat e zbatueshme që parashikojnë ndërmarrjen e inspektimeve. Rekomandimi 2. Vëmendje veçantë për plotësimin e vakancave në pozicionet e inspektorit magjistrat dhe të inspektorit jo magjistrat. Inspektori i lartë drejtësisë i ka dhënë vëmendje të veçantë procesit të plotësimit të vakancave. Në këtë kuadër ka paraqitur kërkesa për komandim të magjistratëve në të dy këshillat dhe ka shpallur vakanca dhe nxjerrjen e urdhrit dhe kryen e procedurave për fillimin e procedurës dhe për zgjedhjes së kandidatëve jo magjistrat për pozicionin e inspektorit pranë zyrës së inspektorit lartë drejtësisë. Rekomandimi 3. Ndërmarrjen e masave të rregullta për kontrollin e figurës së pasurisë integritetit në përputhje me standardet e larta të procesit të rivlerësimit, veçanërisht për inspektorët jo magjistrat. Procesi i verifikimit të kontrollit dhe figurës së pasurisë dhe integritetit për kandidatët për inspektor jo magjistrat është realizuar në përputhje me kriteret ligjore, duke ushtruar kontroll të plotë dhe të gjithanshëm me organet ligjzbatuese për të verifikuar përmbushjen e kritereve. Verifikimi konsiston në 3 shtylla, për të cilat kryhet verifikimi i plotë dhe gjithëpërfshirës për secilin kandidat, lidhur me kontrollin e plotë të deklaratës pasurisë, të interesave private dhe detyrimet financiare të kandidatit dhe të personave të lidhur. Verifikimin e pastërtisë figurës duke i referuar standardeve të ligjit për rivlerësimin kalimtar. Verifikimin e kritereve ligjore për vlerësimin e profesionalizmit të kandidatit duke i referuar standardeve të KED-s për këtë kriter. 3 kandidatë janë ndaluar për kriterin e pasurisë dhe 5 kandidatë për kriteret të tjera. Rekomandimi 4. Rritja e numrit të inspektimeve institucionale me objektiv të qartë dhe të përcaktuar, të fokusuar në aspektet specifike të veprimtarisë së gjykatave dhe zyrave të prokurorive për menaxhimin e çështjeve dhe administrimin gjyqësor dhe hetimor. Ky rekomandim është realizuar të rritur numrin e inspektimeve përmes fuqizimit të mekanizmave të brendshëm për përcaktimin e tematikave për planin e inspektimeve. ILD ka ngritur mekanizmin administrativ të monitorimit të veprimtarisë së magjistratëve përmes marrjes së informacionit periodik nga gjykatat, duke evidentuar kështu ato fenomena të cilat janë përfshirë në tematika inspektimi që lidhen me cilësinë dhe eficiencën e sistemit. Marrëdhënie me gjykatën e lartë për vendime të cilat referohen inspektorit lartë drejtësisë në kuadër të zhvillimit të procesit gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm dhe pjesëmarrja aktive në analizën vetore të punës së gjykatave ka ndikuar në rritjen e numrit të inspektimeve. Konkluzionet e analizave nga shqyrtimi i ankesave të publikut dhe rastet e denoncuara në publik apo dhe kërkesat e ardhura nga institucione të ndryshme kanë shërbyer si mjet i rëndësishëm për të përcaktuar tematikat e planit të inspektimeve. Propozimet e institucioneve të sistemit drejtësisë gjithashtu kanë qenë një burim i rëndësishëm informacioni. Të gjitha këto kanë shërbyer në përcaktimin e tematikave të planit inspektive me fokus cilësinë e veprimtarisë gjyqësore. Për vitin 2025 është miratuar plani inspektimeve që përmban 8 tematika inspektimit të cilat kanë fokus cilësinë dhe eficiencën e sistemit, duke përfshirë 3 inspektimet që lidhen me sistemin e prokurorisë.
Për herë të parë përshikuar dhe kryeja një inspektimi institucional. Rekomandimi 5. Përfundimi i vlerësimit etiko-profesional të inspektorëve në kohë të arsyeshme dhe rezultatet e vlerësimit të përdoren për të zhvilluar programe trajtimi dhe trajnimi në drejtim të përmirësimit të performancës institucionale. Procesi i vlerësimit etiko-profesional për 5 inspektorë është përmbyllur dhe aktualisht ka përfunduar dhe procesi për inspektorët magjistrat. Mbeten për vlerësim 2 inspektorë, procesi për cilët do të fillojë gjatë vitit 2026. Rekomandimi 6. Angazhim për të rritur bashkëpunim me institucionet e tjera të sistemit drejtësisë dhe Ministrisë të Drejtësisë në drejtim të shkëmbimit të informacionit, bashkëpunim në hetime dhe inspektime tematike, si dhe koordinimin e veprimeve për të adresuar çështjet e përbashkëta. Sa i takon kësaj çështje, Inspektori i Drejtësisë është angazhuar për të rritur bashkëpunimin duke marrë pjesë në takime, ku ka bërë thirrje të vazhdueshme për të rrezat përbashkëta midis organeve të sistemit drejtësisë për të nxitur diskutime rreth çështjeve që rrisin cilësinë dhe eficiencën e gjyqësorit dhe prokurorisë. Disa sa për ilustrim, qershor 2024, përfaqësues të LD-s, KLG-s dhe KLP-s u angazhuan në tyrës trumbullakët në funksion të rrezit bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve të drejtësisë, me fokus të veçantë në vlerësimin e vazhdueshëm të gjyqtarit prokurorit. Dhjetor 2024 u zhvillua mbledhja punë në Këshillin Lart të Prokurorisë. Qëllimi i takimit ishte adresimi i sfidave që lidhen me komunikimin institucional dhe forcimin e mëtejshëm bashkëpunimi mes dy institucioneve për një sistem drejtësie efikas dhe të qëndrueshëm, përmes tematikave për inspektim në drejtim të disiplinës për punën e magjistratëve. Takimet e gjashme kanë vijur dhe gjatë vitit 2025 me fokus tematikat e inspektimit në funksion të cilësisë dhe eficiencës së sistemit gjyqësor. Rekomandimi 7. Përmirësimi i treguesve të transparencës dhe aksesueshmërisë së publikut duke publikuar informacione periodike, raporte dhe çdo dhënë tjetër që reflekton veprimtarinë institucionale. Treguesit e transparencës mbeten për prioritet sistematik për inspektorin e lartë drejtësisë që prej nisjes funksionimit. Kjo konstatohet së pari nga faqja zyrtare, e cila është përmirësuar edhe gjatë vitit 2024 me këtë funksionim. Kjo ka cilë dhe vlerësim maksimal të Komisionit për drejtën e informimit për të dytin vit radhazi për inspektorin e lartë drejtësisë. Në filozofinë e IDD-s, mundësia për shfrytzuar çdo hapësirë tre për përmirësim mbetet angazhimi i vazhdueshëm. Rekomandimi 8. Angazhimin për përmbushin me efektivitet plot të gjitha detyrimeve institucionale në kuadër të raportimeve, duke kontribuar në kohë në raportimet në kuadër të procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Angazhimet në drejtim të integrimit evropian kanë qenë prioritet absolut për inspektorin e lartë drejtësisë përmes raportimeve në kohë dhe me cilësi, sa herë që është kërkuar pranë strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, me të dhëna të publikuara periodikisht. Gjithashtu, ILD ka marrë pjesë gjithmonë në të gjitha turizat e nivelit të lartë, vetë inspektori i lartë drejtësisë apo përfaqësues autorizor në turizat teknike, takimet e grupit ndërinstitucional të punës për integrimin evropian, takime shpjeguese dhe koordinuese të thirrura në funksion të angazhimeve në procesin e integrimit. Enkas për këtë rekomandim është vlerësuar dhe shikimi i strukturës organizative në mënyrë që të realizohet me efektivitet procesi përmbushjes së angazhimeve për këtë proces dhe presim miratimin nga Kuvendi të këtij propozimi. Natyrisht, përveç detyrave të lëna nga Kuvendi rezolut, inspektori i lartë drejtësisë ka vijuar punën me funksionet e veta organike që lidhen me ankesat, hetimet dhe procedimet disiplinore dhe inspektimet tematike. Siç dihet, inspektori i lartë drejtësisë është institucioni i përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve disiplinore, fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve. Kështu, gjatë vitit 2024 janë depozituar pranë ILD-s 1491 ankesa të reja ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. 1363 ankesa vijuan të mbartura nga vitet më pashme. Pra në total për vitin 2024, inspektori i lartë drejtësisë kishte 2854 ankesa për trajtim. Nga këto janë shqyrtuar 1374 ankesa, nga të cilat 54 kanë përfunduar me hetim disiplinor. Përveç qytetarëve ankues gjatë vitit 2024 ka pasur dhe institucionet të sistemit, sekretari gjykate me 2 ankesa, drejtues prokurorish me 20 ankesa, Komisioni i pavarur i kualifikimit me 2 raste për përcjellje për kompetencë dhe gjykata e lartë me 4 vendimare për konstatim të shkeljes së afatit të arsyeshëm. Përveç ankesave më sipër, gjatë vitit 2024, inspektori i lartë drejtësisë ka shqyrtuar dhe një numër të konsiderueshëm kërkesash nga Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë në kuadër të vlerësimit profesional që ata kryejnë për magjistratët për periudha të ndryshme vlerësimi. Pa i rodhur me shifra, doja t'ju thoja totalin, vetëm për vitin 2024 deri në shtator 2025 janë trajtuar 1534 ankesa apo kërkesa që kanë ardhur nga këshillat. Kanë ardhur 1534 ankesa dhe inspektori i lartë i drejtësisë ka trajtuar 1516 ankesa dhe ngelen për trajtim dhe 18 ankesa. Pra është punë voluminoze dhe trajtimi i tyre bëhet me prioritet
për të mos penguar këshillat në procesin e vlerësimit gjyqtarëve dhe prokurorëve në funksion të ngritjeve të detyrë dhe transmerive që ata kryejnë. Krahas trajtimit të këtyre dy kategorive të ankesave, gjatë vitit 2024 janë përfunduar 6 inspektime tematike. Nga ankesat e shqyrtuara gjatë vitit 2024, ankuesit ngren pretendime për mënyrën e zgjidhjes së çështjeve gjyqësore dhe vlerësimit të provave, për vonesa në shpalljen dhe arsyetimin e vendimeve gjyqësore, për kryerjen e veprime, moskryen e veprimeve hetimore apo vlerësimin e provave të grumbulluara nga organi hetimor gjatë procesit hetimor, për vendimarrjet pa drejta të magjistratit gjatë shqyrtimit të çështjeve, për zvarritje të gjykimit nga ana e gjyqtarëve për zvarritje të veprimtarisë hetimore nga prokurorët, për papajtueshmëri apo konflikt interesi dhe shkelje të etikës nga magjistratët. Gjatë vitit 2024, nga ankesat për cilat ka nisur hetim disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka nxjerrë 23 vendime për 25 magjistrat, 11 prokurorë dhe 13 gjyqtarë dhe 1 antar këshilli, nga të cilat 10 vendime janë nisur me iniciativë të inspektorit lartë drejtësisë. Gjatë vitit 2024 janë vijuar dhe hetimet e filluara nga viti 2023. Nga hetimet e nisura me iniciativë, në 2 raste inspektori i lartë i drejtësisë ka kryer dhe hetime pasurore nisur nga të dhënat e denoncuara në publik. Një gjyqtar i denoncuar në një mision investigativ dhe 1 antar këshilli gjatë komunikimit në një mbledhje plenare. Gjatë vitit 2024 ka një dyfishim të kërkesave për procedim disiplinor, krahasuar me një vit më parë. Konkretisht, për këtë vit janë 11 magjistratë proceduar, 6 gjyqtarë dhe 5 prokurorë për shkelje disiplinore gjatë ushtrimit funksionit si vonesat përsëritura ose që sjellin pasoja të rënda apo zvarritje të pajustifikuara të veprimeve dhe akteve procedurale, mos respektimi i rënd ose i përsëritur i legjislacionit procedural dhe material ose zbatimi i gabuar i legjislacionit procedural dhe material, kur konstatohet nga gjykatë më e lartë, mos paraqitja e kërkesës për heqje dorë nga procedimi ose gjykimi i çështjes kur kjo çështje është detyrueshme sipas ligjit, përdorimi i statusit magjistratit për qëllim krimin e përfitimeve për vete apo për të tjerët, shkelje përsëritur ose e lëndë e rregullave të solemnitetit, rregullave të cilës në marrëdhënien e palët subjekte të tjerë të përfshirë në proces. Dhe raste kur gjyqtari është dënuar me vendim të formës prerë për kryen e një krimi. Kështu për 6 gjyqtarë është propozuar masa disiplinore shkarkim nga detyra, 2 kërkesa janë pranuar, 1 kërkesë është rrëzuar, 1 kërkesë është pezulluar, 2 kërkesa janë proces në vitin e raportimit. 5 prokurorë janë dërguar për procedim disiplinor në këshilli përkatës. Për 2 raste është propozuar vrejtje konfidenciale, në 3 raste ulje përkohshme e pakës, deri në masën 40% për një periudhë njëvjeçare, 1 kërkesë është pranuar dhe 2 janë rrëzuar, 2 në proces gjatë vitit raportim. Sa i takon verifikimit me iniciativë të inspektorit lartë drejtësisë, nxitës janë së pari dinamikat e proceseve të punës dhe të dhënat që vijnë nga disa burime. Për shembull, gjatë vitit 2024, nga dhënat e dala për 4 inspektime tematike të përfunduara, janë verifikuar 11 raste individuale, për 3 raste ka filluar hetimi disiplinor, 4 raste janë arkivuar pas verifikimit, pasi nuk janë konstatuar shkelje që justifikojnë hetimin dhe 4 raste janë proces verifikimi. Burim tjetër kanë qenë informacionet e bëra në publik dhe denoncimet e bëra në media, si për shembull komunikim publik i Ministrit të Drejtësisë, sipas cilit pas fillimit të zbatimit të ligjit nr. 33/2024 për dhënien e amnistie, janë shfaqur problematika të diktuara nga sjellja e magjistratëve në drejtim të zbardhjes së vendimeve gjyqësore, nxjerrjes së urdhrave të ekzekutimit apo çështje të tjera që lidhen me veprimtarinë e magjistratëve. Nisur nga ky komunikim publik, inspektori i lartë i drejtësisë ka miratuar 19 vendime verifikimi, të cilat janë në proces. Inspektori i lartë i drejtësisë është institucioni kontrollueshëm punën e vet, pasi vendimet e tij janë të ankimueshme. Gjatë vitit 2024, nga vendimarrja apo nga vendimet e marrë nga inspektori i lartë i drejtësisë, vetëm 89 vendime janë ankimuar. Dhe Komisioni Përkatëse pranë këshillave, Këshilli Lartë Gjyqësor dhe Këshilli Lartë Prokurorisë kanë vendosur refuzimet si të pabazuar të ankimit paraqitur nga ankuesit ndaj vendimeve të inspektorit të drejtësisë e përpasoj asnjë për vendimet të inspektorit të drejtësisë nuk është synuar. Inspektori i lartë i drejtësisë ka administruar dhe shqyrtuar raste edhe për gjykatat e prokurorisë dhe prokurit më të larta të sistemit, si dhe këshillat, bazuar në ankesa apo iniciime si gjatë vitit 2024, por edhe prej nisjes së funksionimit të institucionit në vitin 2020. Dhe për të pasur një panoramë të ushtrisë ndër vitet, kontrolli i LD-s në këto institucione duhet të sjellë në mend apo në vëmendje disa shifra. Në periudhën 2020 shtator 2025, ndaj SPAK janë paraqitur 158 ankesa, prej të cilave janë trajtuar 108 dhe janë proces 50 ankesa.
Për gjykatën e posaçme të shkallës partë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë paraqitur 74 ankesa, prej të cilave janë trajtuar 58 dhe janë në proces 16. 83 ankesa për subjektet e gjykatës posaçme të apelit, prej të cilave janë trajtuar 73 dhe janë proces 10. 206 ankesa për anëtarët e gjykatës lartë, prej cilave janë trajtuar 131 dhe janë proces 75. 24 ankesa për anëtarët e Këshillit lartë gjyqësor, prej të cilave janë trajtuar 22 dhe janë proces 2 ankesa. 7 ankesa për anëtarët e Këshillit lartë prokurorisë, prej të cilave janë trajtuar 4 dhe janë proces 3. 13 ankesa për prokurorët e prokurorisë së përgjithshme, prej të cilave janë trajtuar 12 ankesa dhe është në proces 1 ankesë. Kjo sa i takon ankesave. Inspektimet tematike janë dimensioni i dytë funksional i punës inspektorit lartë drejtësisë pas ankesave. Siç e thash në krye të herës, gjatë vitit 2024 janë finalizuar 6 inspektime tematike. Konkretisht, 2 inspektime për ndarjen e çështjeve me short, si dhe kontrolli elektronik i raporteve sistemit elektronik, monitorim për periudhat viteve 2022 dhe 2023. Një inspektim mbi praktikën dhe shkaqjet e zonësimit prokurorëve 2023, një inspektim mbi caktimin e çështjeve në prokurori 2023, një inspektim për dokumentimin apo mbi dokumentimin nga gjyqtarët për informimin e palëve rreth mundësisë për zgjidhjen e çështjeve ndërmjetësim. Për këto 6 inspektime janë lënë 54 rekomandime, ku 9 rekomandime lidhen me marrjen e masave për miratim dhe nxjerrje aktesh, 29 rekomandime për ndërmarrjen e veprimeve administrative dhe 15 rekomandime për inspektorin lartë drejtësisë. Në nisje të vitit 2024 është miratuar kalendari krahas kësaj panorame, në shifra të veprimtarisë për vitin 2024, dëshiroj të ndaj me ju edhe një panoramë bazuar mbi rolin detektues inspektorit lartë drejtësisë të problematika që ne hasim në sistem nga materiali që na vjen edhe nga inspektimet tematike, edhe nga ankesat apo dhe nga trajtimi i hetimeve dhe procedimeve disiplinore. Nga veprimtaria vet, ILD ka evidentuar disa problematike dhe konkluzione. Së pari, kozjata e gjykimeve të afateve të arsyeshme, zvarritja e veprimeve hetimore dhe vonesat në arsyetimin e vendimeve gjyqësore. Efektiviteti dhe standardi i sistemit drejtësisë nuk është në nivelin e dur dhe kënaqshëm për qytetarët shqiptar. Përsa vret, problematikeve janë të mbetet te zgjatja e proceseve gjyqësore, një problem i evidentuar në mënyrë të vazhdueshme nga ankesat, nga inspektimet e inspektorit lartë drejtësisë, nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, por edhe nga raportet e organizmeve ndërkombëtare. Në vendimarrjen e saj të fundit, Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka adresuar dhe rekomandime konkrete për autoritetet vendëse, duke theksuar nevojën e plotësimit të vakancave në gjykatën administrative të apelit dhe gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Tek zgjatja e proceseve gjyqësore, padyshim ndikon drejt për drejt në perceptimin dhe besimin publikut në sistemin e drejtësisë, rritjen e besimit ose rritja e besimit të cilit është një nga shkaqjet kryesore për cilin u ndërmor dhe reforma në drejtësi. Ndërmjet instrumenteve ligjore në dispozicion, inspektori i lartë drejtësisë ka adresuar këtë problematikë nëpërmjet rekomandimeve të natyrës rregullatore dhe administrative që kanë rezultuar nga inspektime tematike i kryer pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, mbi kozjatën e gjykimit të çështjeve gjyqësore gjatë periudhës mars 2023-maj 2023. Inspektim i konkluduar me rekomandimet konkrete për aktorët e sistemit drejtësisë. Nga ky inspektim tematik rezultoi se arsye e parë që ka ndikuar në kozjatën e proceseve gjyqësore te afatet të arsyeshme është ngarkesa e magjistratëve në kësaj gjykate. Për vitin 2023, ngarkesa mesatare e punës për një gjyqtar gjykatës së Tiranës ka qenë mesatarisht 1176 çështje për gjykim, ndërkohë që për gjyqtarët pranë gjykatave të njëjtit nivel gjyqësor, në rreth ka qenë 841 çështje për gjyqtar. Për vitin 2023, numri i gjyqtarëve në organikën e miratuar të kësaj gjykate është 80 gjyqtar, ndërkohë që efektivisht kanë ushtruar detyrën gjatë vitit 2023 vetëm 43 gjyqtar. Dhe gjatë periudhës objekt inspektimi në dhomën civile kanë ushtruar funksionin 26 gjyqtar, të cilët kanë shpallur 1748 vendime gjyqësore civile me palë kundërshtare. Arsyeja e dytë janë vakancat e paplotësuara pranë kësaj gjykate. Nga ky inspektim rezultoi se organika e gjykatës, siç e tham, rezulton e plotësuar në masën 54% sa i takon kësaj trupe. Dhe duke vlerësuar rëndësinë që ka plotësimi i vakancave në sistem, nisur nga raportet e Komisionit Evropian dhe raportit të vitit 2025 për shtetin e së drejtës, inspektori i lartë drejtësisë ka rekomanduar Këshillit lartë gjyqësor si institucioni përgjegjës për ndjekjen e çështjeve të burimeve njerëzore në gjykata, marrjen e masave efektive dhe të menjëhershme për plotësimin e organikës së kësaj gjykate, duke vendosur dhe një afat 1 vjeçar për përmbushjen e tij.
Nga ana jonë do monitorohet në mënyrë të vazhdueshme përmbushja e këtij rekomandimi brenda fushës së kompetencave që ILD ka. Arsyeja e tretë është infrastruktura, por për të çështën do dalëm më poshtë. Nga ana tjetër, në gjithë ato raste kur inspektori i drejtësisë, në kuadër të verifikimit dhe hetimit disiplinor, ka konstatuar se vonesat apo zvarritjet kanë tejkaluar çdo afat arsyeshëm, duke demonstruar negligjencë magjistratit në përmbushje detyrës, për shkaqe të palidhura me arsye jashtë kontrollit të magjistratit, ka paraqitur kërkesat për procedim disiplinor pranë këshillave përkatës. Në total, për rastet e vonesave dhe zvarritjeve në gjykim apo procedim, inspektori i lartë i drejtësisë ka vendosur fillimin e hetimit disiplinor për 51 magjistrat dhe në përfundim të tyre ka paraqitur kërkesat për procedim disiplinor për 17 magjistrat. Një inspektim tjetër i zhvilluar nga inspektori i lartë i drejtësisë është edhe përdorimi i mekanizmave alternativ të gjykimit. Ky inspektim është zhvilluar pranë gjykatave shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, Tiranë, Durrës dhe Vlorë, dhe nga inspektimi është konstatuar se ndërmjetësimi është përdorur në mënyrë shumë të kufizuar, pavarësisht detyrimit ligjor parashikuar në N 25 Kodit Procedurës Civile. Në përfundim të këtyre inspektimeve është rekomanduar ndër të tjera pasqyrimi dhe orientimi çdo gjyqtari për ndërmjetësim në procedurale të seancave gjyqësore, në mënyrë që të mundësohet monitorimi dhe analizimi i kësaj praktike në inspektimet pasardhëse. Për të monitoruar veprimtarinë e prokurorëve në kuadër të ankesave të vazhdueshme për zvarritje të veprimtarisë hetimore, inspektori i lartë i drejtësisë ka iniciuar inspektim tematik të çështjeve për cilat prokurori ka proceduar me kërkesë ose vendimarrje për pushim për shkak të parashikimit të ndjekjes penale për gjatë vitit 2024. Ndërmjet këtij inspektimi dhe inspektimit institucional që po zhvillohet në prokurorinë pra gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tibër, mbi gjithë procesin e qarkullimit të dokumentacionit në këtë zyrprokurorie, inspektori i lartë i drejtësisë synon jo vetëm të evidentojë problematikat, por edhe të adresojë çështjet të aspektit sistemik. Çështja tjetër është arsyetimi i vonesë i vendimeve gjyqësore. Përbën një problem sistemik me impakt në drejtën e individëve për një proces të rregullt ligjor. Inspektori i lartë i drejtësisë, duke reflektuar dhe rekomandimet e lëna për veprimtarinë e këtij institucioni gjatë vitit 2023 në rezolutën e Kuvendit, ka vendosur kryen e inspektimeve tematike në disa gjykata të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe një gjykatë të jurisdiksionit administrativ. Nëpërmjet këtyre inspektimeve tematike, inspektori i lartë i drejtësisë ka bërë një fotografim të situatës së dorëzimit të vendimeve gjyqësore pranë gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë, gjykatave të shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, Shkodër dhe aktualisht është në përmbyllje të inspektimit tematik pranë gjykatës së shkallës parë Gjorkastra. Në përfundim të çdo inspektimi, inspektori i lartë i drejtësisë ka vlerësuar të identifikojë një periudhë kohë të arsyeshme që i nevojitet magjistratit për dorëzimin e vendimit përfundimtar të arsyetuar, duke marrë në konsiderat mesataren e kohës që i nevojitet çdo magjistrati në të njëjtën gjykatë për arsyetimin e vendimeve lidhur me çështje të së njëjtës tipologji. Afati vlerësuar nga inspektori i lartë i drejtësisë në përfundim të çdo inspektimi nuk zëvendëson asnjë rast afatin ligjor, por përbën një konstatim nga inspektori i lartë i drejtësisë në momentin e kryerjes së inspektimit, duke mbajtur në konsiderat situatën aktuale të ngarkesës që ka sistemi sot dhe vakancat në sistemin e drejtësisë. Në këtë kuadër, personalisht mendoj se angazhimi i gjykatës, këshillit lartë gjyqësor apo dhe vetë Kuvendit për të hartuar dhe miratuar masa me qëllim reduktimi e backlogut, i cili ka arritur një numër të madh dhe është një mjet i domosdoshëm. Çështja tjetër është infrastruktura e gjykatave dhe regjistrimi i seancave audio. Një tjetër problematik me cilën po ballafaqohen gjykatat sot është mënyra e zhvillimit të seancave gjyqësore në kushtet e mungesës së infrastrukturës së nevojshme për respektimin e kërkesave procedurale për zhvillimin e gjykimit me regjistrim audio. Nga përmbajtja e ankesave, verifikimeve dhe informacionet periodike që administrohen në ILD, ka rezultuar se infrastruktura aktuale nuk mundëson zhvillimin e gjithave seancave gjyqësore sipas detyrimit ligjor me regjistrim audio. Kjo në veçanti në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Këto mangësi së bashku me vakancën në sistem kanë ndikuar në cilësinë e kushteve të punës, duke ekspozuar trupën gjyqësore në mungesë solemnitetit të zhvillimit të proceseve gjyqësore. Gjatë realizimit të inspektimit në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë me objekt kozjatjen e proceseve gjyqësore, është evidentuar kjo problematik dhe ILD ka rekomanduar që Këshilli i Lartë Gjyqësor në bashkëpunim me kryetarin e gjykatës e këshillin e gjykatës të marrin masat e nevojshme për të garantuar shfrytëzimin e ambienteve të gjykatës në mënyrë që gjykimi i gjitha çështjeve civile me palë kundërshtare të zhvillohet në sallat e gjykimit të pajisura me regjistrim audio brenda 6 mujorit të vitit të parë të vitit 2026. Çështja tjetër është respektimi i solemnitetit në gjykimin dhe i standardeve etike. Respektimi i rregullave të etikës dhe solemnitetit është në fokus
të punës së inspektorit lart drejtësisë. Sjellja e magjistratit është e lidhur me garantimin dhe ruajtjen e forcimit të besimit publikut tek sistemi i drejtësisë. Në çdo procedim disiplinor të iniciuar, ILD është përpjekur të ruajë balancën ndërmjet mungesave dhe sfidave me të cilat po përballen magjistratët në punën e tyre, me detyrën që magjistrati ka për të shfaqur një model sjellje, i cili mbart vlera, të cilat jo vetëm duhet të transmetohen, por edhe të shfaqen gjatë ushtrimit dhe jashtë ushtrimit funksionit. Në rastet kur sjellja jo etike është faktuar gjatë kryerjes së hetimit disiplinor, janë përcjellë propozime për marrjen e masave disiplinore nga këshillat. ILD ka vendosur hetim disiplinor për 14 magjistrat, 10 gjyqtarë dhe 4 prokuror, për cënim të rregullarjeve të etikës dhe në përfundim të tyre janë paraqitur kërkesat për procedim për 7 magjistrat, 3 gjyqtarë dhe 4 prokuror, duke propozuar uljet përkohshme të pagës deri në 40%, vërejtje publike dhe vërejtje konfidenciale. Masa ndëshkuese, siç është evidentuar në mënyrë të dashueshme, është mjeti i fundit që duhet zbatohet për garantuar përgjegjësinë e sistemit. Për këtë arsye, vlerësoj se nga këshillat përkatës duhet të ketë bashkëpunim më të ngushtë me shkollën e magjistraturës në trajnimin vazhdues të magjistratëve, veçanërisht atyre më pak vite përvojnë sistem, në kuadër të shpeshtimit të trajnimeve dhe individualizimit të tyre për rastet e referuara nga ILD dhe raste për cilat është vendosur marrja e masave disiplinore. Njëkohësisht, vëmendje duhet të kushtohet edhe trajnimit vazhdues magjistratëve të tjerë në përgatitjen e tematika me efekt ndërgjegjësues dhe parandalues për shmangjen e sjelljeve të tilla në të ardhmen, të cilat mund të kenë impakt serioz në perceptimin e publikut për sistemin e drejtësisë. 4. Qëndrimi në lidhje me vendimarrjet gjyqësore dhe roli i inspektorit lart drejtësisë në raport me këtë problematikë. ILD vlerëson të ritheksoj se roli i shqyrtimin e pretendimeve për vendimarrjet pa drejta nga aktorët e sistemit drejtësisë nuk mund të zëvendësojë interpretimin dhe zbatimin që prokurori i bën normave dhe instituteve procedurale penale apo dhe shqyrtimin e pavarur gjyqësor që bën gjykata. Kjo është kompetenca e organeve të sistemit drejtësisë, e cila kontrollohet në themel nga organizimi hierarkik i vetë gjyqësorit, nëpërmjet mekanizmave procedurale të parashikuar nga ligji. Përputhje me kompetencat etik kushtetuese dhe ligjore, inspektori i lartë drejtësisë bën analizë pavarur të fakteve të pretenduara në përmbajtjen e ankesave, e cila është e pandikuar nga pretendimet që ngrihen nga subjektet ankuese, përfshi këtu dhe nga subjekte që kanë detyrim ligjor për parashtrimin e të dhënave të besueshme për kryen e shkeljes disiplinore. Elementi i përgjegjësisë dhe llogaridhënies sipas qëndrimeve tashmë të vendosura edhe nga kolegji i posaçëm i apelimit, del në pak kur magjistrati gjatë vendimarrjeve të tij vepron kundërshtim të hapur dhe flagrant me ligjin apo praktikat unifikuese të gjykatave më të larta, duke deformuar bindjen e brendshme, e cila duhet të jetë në përputhje me ligjin, analizën e fakteve dhe provave. Edhe cënimi i vendimarrjes brenda shkallës gjyqësorit është pjesë e kontrollit të vendimeve gjyqësore dhe të ushtrimit të hierarkik të pushtetit gjyqësor. Ky kontroll gjyqësor realizohet në kuadër të rritjes së cilësisë së drejtësisë dhe nuk ka si qëllim vetvete përgjegjësinë disiplinore të magjistratëve. Ndryshimi apo prishja apo një vendimi gjyqësor nga një gjykatë më e lartë nuk mund të përbëjë a priori bazë të mjaftueshme faktike për procedimin disiplinor të magjistratit, nëse nuk shoqërohet me elemente të tjerë të cilat tregojnë se magjistrati ka vepruar në keqbesim, duke ceduar nga detyrimi për ushtrimin e dinjitet të detyrës së tij në përputhje me ndërgjegje dhe interpretimin e fakteve në zbatim të normave të së drejtës. Pavarësisht kësaj, në raste të ndryshme, kur vendimarrjet e gjykatave më të ulta janë cënuar nga gjykata më e lartë, duke evidentuar vendimarrjen kundërshtim të hapur dhe flagrant me ligjin apo praktikat unifikuese të gjykatës së lartë, të cilat kanë sjellë diskreditim të pozitës së figurës magjistratit, inspektori i lartë i drejtësisë ka iniciuar 25 hetime disiplinore dhe ka paraqitur kërkesa për ushtritim për 9 magjistrat, duke kërkuar shkarkim nga detyra për 3 magjistrat, pezullim nga detyra për 1 magjistrat, ulje përkohshme pagës për 4 magjistrat dhe vërejtje publike për 1 magjistrat. Një moment tjetër që duhet evidentuar në kompetenca dhe rolin e inspektorit të drejtësisë është dallimi i qartë ndërmjet procedurës disiplinore dhe asaj penale. Kushtetuta dhe ligji kanë dhënë inspektorit të drejtësisë atribute të qarta në kryen e procedurave të hetimit disiplinor ndaj magjistratëve apo subjekteve të tjera të përfshira në fushën e kompetencës së këtij institucioni. Hetimet dhe procedurat disiplinore nuk kanë natyrë penale, nuk kanë mjet e kërkimit si një organ i ndjekjes penale, por është proces administrativ. Rregullat dhe procedurat që ligji ka parashikuar i shërbejnë garantimit të zhvillimit të një procesi të rregullt ligjor ndaj magjistratit që dyshohet se ka kryer shkeljen disiplinore dhe palëve të tjera pjesëmarrëse në këtë proces dhe nuk ofrojnë mekanizma për të evidentuar ekzistencën e një fakti penal. Jo pa arsye, ligji i ka dhënë përparësi procedurave penale, civile apo administrative, duke detyruar inspektorin lartë drejtësisë të pezullojë hetimin disiplinor kur është duke u zhvilluar një hetim penal ndaj magjistratit për të njëjtat fakte. Së pesti, problematika në lidhje me organizimin dhe funksionimin e zyrave të prokurorive.
funksion bashkëpunimit ndërinstitucional me prokurorinë e përgjithshme, inspektori i lartë drejtësisë ka mbajtur kontakte të vijueshme me këtë institucion dhe për këtë qëllim ka lidhur dhe një marrëveshje bashkëpunimi. Ankesat e referuara nga prokurori i përgjithshëm kanë shërbyer si dëna për inicimin e verifikimeve dhe hetimeve disiplinore ndaj disa magjistratëve, të cilat janë konkluduar me propozimin e masave disiplinore për fshirje dhe shkarkimin nga detyra. Njëkohësisht, veprimtaria e zyrave të prokurorisë në drejtim të zbatimit të akteve rregullatore në marrëdhënie me drejtuesin ka qenë objekt të inspektimit tematik. Ky inspektim ka patur qëllim zbatimin e urdhrave të prokurorit të përgjithshëm, mbi ruajtjen e qëndrueshmërisë së organit të prokurorisë, përmes kohezionit institucional dhe uniformitetit të veprimtarisë në të gjithë prokuroritë, në garantimin e pavarësisë funksionale të prokurorit në vendimarrje për çështje konkrete. Ky inspektim vlerësohet të vijohet edhe në vijim, pasi nga monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të LONA, por edhe nga verifikimet e kryer në kuadër të procesit të shqyrtimit të ankesave, janë konstatuar përsëri problematika. Në përmbushje detyrimit ligjor për respektimin e ndarjes së çështjeve me short në zyrat e prokurorive, ILD ka rekomanduar rishikim të aktit rregullator për shpërndarjen e çështjeve në prokurori dhe unifikim të praktikave të ndryshme të evidentuar gjatë kryerjes së inspektimit në zyrat e prokurorive pranë gjykatave të jurisdiksionit të përgjithshëm. Ky inspektim referuar detyrimit ligjor do të vijohet duke pasur në fokus monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të LONA. Së gjashti, produktivitetin zhvillimin e seancave. Marrë shkas nga disa ankesa, të cilat janë nështruar verifikimit por edhe informacionit paraqitur nga vetë gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, një problematikë e sistemit gjyqësor sot është produktiviteti dhe efektiviteti i magjistratëve në planifikimin dhe zhvillimin e seancave gjyqësore, si dhe kryen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangjen e seancave jo produktive. Për adresimin e kësaj situate, inspektori i lartë drejtësisë ka vendosur kryen e inspektimit tematik në disa gjykata të jurisdiksionit të përgjithshëm me qëllim inspektimin e mënyrës së planifikimit të seancave gjyqësore dhe menaxhimin e shqyrtimit të çështjeve sipas kategorive përkatëse në përputhje me afatet e vendosura nga dispozitat procedurale. Një faktor që ndikon në normën e pamjaftueshme të vazhdimit të çështjeve gjyqësore, siç e kemi evidentuar edhe në raportet tona të inspektimit tematik, është mosplotësimi i vakancave në gjykatat e shkallës parë dhe në veçantë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatës administrative të apelit. Ky proces, siç evidentohet, është i lidhur me mospërfundimin e kohë të procedurave të vlerësimit etiko-profesional të magjistratëve. Në këtë kuadër vlerësojmë të nevojshëm marrjen e masave konkrete për të rritur efektivitetin e këtij procesi, duke orientuar dhe bashkëpunimin e këshillave në aplikimin e standardeve uniforme të vlerësimit në ndritjen dhe të orientimeve të dhëna nga vendimarrja e gjykatës së lartë vitin e kaluar. Të nderuar deputet. Pavarësisht rezultateve deri tanishme, institucioni inspektorit lartë drejtësisë të mbaroj inspektori. Po, zoti Medani. Pavarësisht rezultateve, institucioni inspektori lartë drejtësisë konstaton se sistemi i drejtësisë përballet me sfida të rëndësishme që lidhen me organizimin dhe funksionimin e tij. Efektiviteti dhe cilësia e sistemit drejtësisë nuk janë në nivelin që i përgjigjet pritshmërive të qytetarëve shqiptar. Kjo është procesi konsolidimit të reformës në drejtësi dhe një përgjegjësi e gjitha organeve tona, duke filluar nga Kuvendi i Republikës, organet e qeverisë së pushtetit gjyqësor apo magjistratë, gjyqtarë dhe prokurorë. Një aspekt që kërkon vëmendje të veçantë është infrastruktura e pushtetit gjyqësor. Mungesa e ambienteve të përshtatshme dhe aplikimi i teknologjisë informacionit, përfshirë sistemit e regjistrimit të audio të seancave, sistemet e menaxhimit të çështjeve, arkiva, qarkullimi i dokumentacionit procedural dhe administrativ, apo sistemet teknologjie që mbulojnë proceset e veçanta së punës së gjykatës apo prokurorisë, ndikojnë drejt për së drejtën në cilësinë dhe solemnitetin e gjykimit apo zhvillimit të procesit të hetimit penal. Në disa raste, këto kushte kanë ndikuar edhe në sjelljen etike profesionale të magjistratëve, duke ekspozuar sistemi i drejtësisë ndaj perceptimeve negative nga publiku. Për këtë arsye, investimi në infrastrukturë duhet shihet si pjesë e pandarë e politikave për forcimin e pavarësisë, legitimitetit dhe integritetit pushtetit gjyqësor. Ngarkesa e jashtëzakonshme e punës dhe numri i lartë i çështjeve gjyqësore mbetet një ndër sfidat më serioze që Zoti Medani, ju lutem kush mund të vazhdoni dhe të diskutoni jashtë. Ngarkesa e jashtëzakonshme e punës dhe numri i lartë i çështjeve gjyqësore mbetet një ndër sfidat më serioze që cënon cilësinë dhe kozhgjatjen e proceseve gjyqësore, si dhe të drejtat e shtetasve shqiptar në kuadër të një procesi të rregullt ligjor.
Në këtë drejtim kërkohet angazhimi i përbashkët i gjitha organeve publike, si Kuvendi, Këshillat, Prokurori i Përgjithshëm, gjykatat e zyrtat e prokurorive për hartimin e masave konkrete, për reduktimin e backlogut, rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, plotësimin e organikave, shtimin e burimeve njerëzore dhe përmirësimin e infrastrukturës. Njëkohësisht, vetë gjykatat dhe zyrtat e prokurorisë duhet hartojnë sisteme të prioritizimit të çështjeve për të siguruar një trajtim më të shpejtë dhe drejtë të çështjeve dhe dosjeve gjyqësore. Sistemi i llogaridhënies përbën gurin e themelit për një shtet të së drejtës. Vetëm nëse ky sistem funksionon në mënyrë plot, të drejtë dhe efektive, pushteti gjyqësor mund të organizohet mbi baza të qëndrueshme profesionalizmi, integriteti dhe legitimiteti. Në të kundërt, një sistem përgjithësie që funksionon vetëm në aspektin të shkues dhe jo pranues, humbet rolin e tij edukues dhe kontribuon në uljen e besimit publik. Llogaridhënia e pushtetit gjyqësor duhet perceptohet si një mekanizëm parandalues dhe përmirësimi dhe jo si mekanizëm intimidimi, ndërhyrje apo ndëshkimi. Roli i inspektorit të drejtësisë nuk duhet shihet thjesht në aspektin disiplinor, por një prizmë më të gjerë edukuese dhe parandalues. Qëllimi është krijohet një kulturë e lartë etike dhe profesionale në sistemin e drejtësisë, ku ndjenja e llogaridhënies të pjesë e vetdijes magjistratëve dhe jo një faktor i jashtëm. Nëse sistemi i përgjegjshmërisë, pra shkollimi në shkollën e magjistraturës, emërimi dhe promovimi e magjistratëve nga këshillat, roli i gjykatave më të lartë për rritjen e cilësisë së vendimit gjyqësor e tjerë, funksionon në mënyrë të plotë, të drejtë dhe efektive, atëherë pushteti gjyqësor do organizohet dhe të funksionojë mbi baza të qëndrueshme profesionalizmi, legitimiteti dhe integriteti. Në rast kundërt, nëse ky sistem nuk funksionon, aplikimi i sistemit të përgjegjësisë së magjistratëve, pra sanksionet, mund të jetë një mekanizëm dhe reagim i vonuar, duke mos luajtur një rol parandalues, por vetëm dëshkues, si dhe duke sjellë si pasojë jo vetëm cënimin e besimit publik në pushtetin gjyqësor, por edhe legitimitetin apo autoritetin e këtij pushteti. Ky është dimensioni i vërtetë dhe filozofia e reforme legjitime në sistem drejtësie, ndërtimi i sistemit drejtësie që vetë rregullohet përmes integritetit të tij. Ky diskutim na çon një dilemë universale që hasin shumë shtete, balancimi midis pavarësisë dhe llogaridhënies. Edhe në Shqipëri, ku sistemi i drejtësisë është ende në fazë konsolidimi, pas reformimit të thellë institucional, ky ekuilibër kërkon kujdes veçantë. Në një anë duhet mbrojtë pavarësia funksionale e magjistratit, si themeli i shtetit të së drejtës, nga ana tjetër duhet garantohet që kjo pavarësi të mos ndërshndrohet në mungesë përgjegjësie. Sfida më e madhe e inspektorit të drejtësisë sot është ruajtja e pavarësisë së tij institucionale dhe sigurimi i një roli konstruktiv në garantimin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Jo për lojë fjalësh dhe jo si mburojë për palishmëritë eventuale që mund të kryejë sistemi, por si parim i rëndësishëm për të ardhmen e vendit, si parim që tregon se sistemi i llogaridhënies ndaj magjistratëve nuk është zgjedhje apo emocion i inspektorit të drejtësisë, por është parim mbi cilin bazohet një shtet ligjor. Në këtë kontekst, ku ndërhyrjet e drejtpërdrejta apo të tërthorta ndaj gjyqësorit nuk janë të panjohura, inspektori i lartë i drejtësisë ka detyrimin të dëshmojë integritet, transparencë dhe paanshmëri në çdo vendimmarrje. Ky është një proces i ndjeshëm, ku institucionet duhet veprojnë si mbrojtës i parimeve të drejtësisë, por jo si faktor që ndikon apo orienton vendimmarrjen e pushtetit gjyqësor. Në këtë proces, inspektori i lartë i drejtësisë do të vijojë të zbatojë me përkushtim standardet më të larta të procesit të rregullt ligjor, si dhe të jetë garanti i ekuilibrit midis pavarësisë dhe llogaridhënies së sistemit gjyqësor. Sot po përballemi me paqartësi mbi rolin dhe funksionin e inspektorit të drejtësisë, që nuk rrihet vetëm nga qytetarët, të cilët nëpërmjet ankesave të paraqitura në LD pretendojnë zgjidhjet mosmarrëveshjeve gjyqësore, ndërhyrjen në proceset gjyqësore apo ndikim vendimmarrjen gjyqësore, por haset edhe në kuadër të pretendimeve të shumta nga rrjetet apo në rrjetet të tjera publike, ku përfshihen aktor politik, media apo dhe vetë organet e